Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Liri në kanalin Monitor TV, këtë herë për t'i dhënë pak vëmendje Alba Pollozhanit edhe Lim Hotit. Janë dy personazhe që në fakt janë më të dashur nga ferma VIP 2. Natën e mbrëmshme ekskluzivisht në spektaklin e fermës, Alba dhe Limi kanë folur për të gjitha hamendësimet, për të gjitha thashethemet, për të gjitha pikpyetjet që kanë qenë lart e poshtë, domethënë u tha nga burime zyrtare, të paktën kështu thuheshte që Alba ka dalur nga ferma sepse ka qenë shtatzën me Limin, ka bërë një test dhe nga testi ka kuptuar që është me bar. Por kjo rezultoi që të mos jetë e vërtet, Alba mbrëm ka shuar të gjitha zërat dhe e kanë pranuar lidhjen e tyre. Limi tregoi që nuk e kanë patur me plan këtë dalje, sepse u tha që ka qenë me plan dalja dhe e pranuan që të dy që po përdorin kohën jashtë për t'u njohur me njëri tjetrin. Alba tha që unë hyra me një qëllim që të fitoja 100.000 eurot, por Lim Hoti, doktori, apo si do që ta quajmë, po kështu e quanin të gjithë doktori, ja tërhoqi vëmendjen, ja mori zemrën Albës, edhe Alba nuk ishte në gjendje më që të mendon për lojën, të mendon për strategjin, edhe pse ka qenë një ndër fermere që kishte një strategji shumë të fuqishme aty brenda, përdori një natyrë shumë interesante dhe tërhiqte vëmendjen e publikut. Alba e përfundoi të gjithë këtë kapitullin me një gjë duke mos konkuruar për 100.000 eurot, por duke i dhënë vëmendje dashurisë së jetës së saj, në këtë rast të Limit. Dhe kështu ndodhi, çifti jashtë kishin ndërtuar marrëdhënien dhe lidhjen e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Alba kishte komunikuar me familjen e saj nga ajo që ne arritëm të kuptojmë dhe ishte shumë e lumtur, ishte shumë e gëzuar në këtë drejtimin, nuk ka ndodhur asnjë gjë, domethënë nuk ka patur një test shtatzanie për atë që u tha. Tani ato të dy u deklaruan si çift, u deklarua dhe nga ana e Limit, por u deklarua dhe nga ana e Albës. Unë në fakt prisja që të ketë një rikthim në ferma, por nuk ishte një rikthim më i Albës, domethënë u mbyll kapitulli aty. Çuditërisht më befason se po të ishte Big Brotheri dedikuar tek banorët që kanë shumë klikime, sepse Alba ka patur shumë klikime, ka qenë një kryefjalë në këtë ferma, do ta kishin kthyer përsëri, por ferma siç duket nuk kthen asnjë rregull, nuk kthen asnjë ligj, por vazhdon rrugtimin e saj në këtë formë që është, duke vlerësuar të gjithë banorët dhe duke nxjerrur në pa karakterin e të gjithë banorëve, ashtu siç nxori në pa edhe karakterin e Albës. Alba në fakt ishte e befasueshme, ishte befasuar pafund nga dashuria që kishte marrur, nga duartrokitja që i kishte dhënë publiku dhe nga ajo që Alba kishte përjetuar në fermë brenda. Domethënë pati një komunikim me Esterin, ishte e prekur nga Esteri sepse e kishte respektuar Esterin si një mike të nguq zemre, si një shoqe, por edhe Limi ishte shumë i plotësuar, ishte shumë i lumtur dhe sipas Albës edhe Limit, që të dy si çift e kishin fituar fermën me dashurinë e tyre. Do me thënë, zyrtarisht, Alba dhe Limi kanë pranuar që janë çift mes njëri tjetrit. Ato tashmë pranojnë edhe tagët e njëri tjetrit në Instagram, ndajnë momente bashkë. Alba nuk është kthyer në Struk, Alba vazhdon të jetë në Tiranë, vazhdon të jetë aktive në fermë, besoj që do ta shohim dhe në fan club në fermën, por njëkohësisht edhe çdo puntat në prajmin e fermës, sepse gjithmonë opinionet e Albës kanë krijuar një lloj dinamike brenda fermës që është të shndruar në debatin më kryesor. Alba tha që unë dola më nga vetja, do me thënë presioni shumë i madh, zënka shumë e madhe, grindja shumë e madhe, duke ditur që Alba e kishte të gjithë shtëpinë kundër, por nuk do të thotë që fermerët janë qetësuar edhe me ikjen e Albës. Përkundrazi, dinamika, debatet, lufta ka qenë edhe më e madhe kur Alba ka qenë në shtëpi.